Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe, vetëm në gjuhën e popullit të vet, në mënyrë që ai t'ju shpjegojë atyre në atë gjuhë. E Allahu e le të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i plot fuqishmi, i urti Allah. Pra Allahu te bareke ve taala në surën Ibrahim ajeti 4 po na tregon se çdo populli i ka dërguar pejgamber në gjuhën e tyre që t'ja u shpjegoj besimin e vërtet wahdanie, besimin në një Zot, që ta adhurojnë një Zot të vetëm dhe të mos i bëjnë atij ortak. Pra ju ka dërguar argumente të qarta, e në mesin e tyre ka zgjedhur të dërguar pejgamber të zgjedhur të Zotit që t'ua mësojnë njerëzve, pra mësues të mirë, që t'ua mësojnë njerëzve të vërtetën dhe t'i shmangen të pavërtetës.